Pas eksaktësisht 20 vitesh Elbasani rikthehet të luajë në Kupat e Evropës. Verdë blu, të cilët vinë pas një sezoni shumë të mirë në Superiore, do të luajnë në orën 20 në shtëpinë e tyre. Ndeshjen e parë të turit parë në Conference League kundër Bate Borisov, një emër i madh i futbollit bielorus, por në krizë. Në konferencën përshtyp për parandeshjes, tekniku Ivan Gvozdenovic pohoi se skuadra është e përgatitur, duke u ndalur ndërkohë edhe tek afrimet e reja, të cilët janë përshtatur sipas tij mirë me pjesën tjetër të grupit. Të rishim bafastisht 2 javë bashkë në fazë edhe kemi grupi fort, edhe ata lojtarët është adoptuar shumë e shpejt, kjo është shumë pozitiv për ne, sepse nga 6 lojtarë kemi 4 lojtarë shqiptarë, kjo është shumë pozitiv. Ne jemi bashkuar si grup, prap ne jemi fort. Megjithatë, Gvozdenovic mendon se kualifikimi do të zgjidhet në ndeshjen e kthimit në Bielorusi. Deri në ndeshja në data 16 gjitha do shkojë apu. Patjetër neve do provojmë gjithën në fushë, do provojmë, do fitojmë në ndeshje apo do provojmë do bëjmë një rezultat pozitiv, por përballë kemi një skuadra mirë si Bate Borisov, një skuadra me emër madh. Do luftojmë fort, do provojmë do bëjmë një ndeshje mirë në fushë bashkë me tifoza. Kapiteni Bruno Lulaj pret një mbështetje të madhe edhe nga ana e tifozerisë. Jam i sigurt që do ketë shumë entuziazëm dhe shpresoj shumë që të jetë i mbushur plot. Janë 20 vite që ky qytet që dashuron nga shumë futbollin e pret këtë ndeshje, edhe ne mezi e presim që t'i kënaqim gjithë tifozat, gjithë qytetin, edhe të marrim një rezultat pozitiv për ata. Përveç Elbasanit, të mërkurën në Shrada e Gnatja si të luajnë në Champions kundër Petrokup, ndërsa të njëjtën, Vllaznia luan ndaj Malishevës dhe Dinamo kundër Astanës.